Bes Kallaku bie në depresion. Lajmet e fundit nga bota e showbizit shqiptar kanë hedhur dritë mbi gjendjen shqetësuese emocionale të aktorit të njohur Bes Kallaku. Pas ndarjes së bujshme me bashkëshorten e tij, këngëtaren Gjensila Myrtezaj, Besi duket se ka rënë në një gjendje të thellë depresioni, duke alarmuar jo vetëm familjarët dhe miqtë e tij, por edhe fansat e shumt. Burimet të hapërta me aktorin raportojnë se Besi është zhytur në një trishtim të thellë, duke u ndjerë sikur familja e tij ka marrë fund përgjithmonë. Ëndra e tij për të rritur fëmijët në një familje të plotësuar duket se është shembur, duke lënë atë të përballej me një realitet të ri dhe sfidues. Miqtë e ngushtë të Besit shprehen të shqetësuar për gjendjen e tij. Nuk e kemi parë kurrë Besin kaq të mërzitur, thot një mik që dëshiron të mbetet anonim. Ai ka qenë gjithmonë shpirti i grupit, por tani mezi del nga shtëpia, është sikur drita e tij e brendshme është fikur. Psikologët shpjegojnë se ndjenjat që po përjeton Besi janë të zakonshme pas një ndarje të vështirë, veçanërisht kur përfshihen fëmijët. Dr. Arta Meno, një psikologe e njohur, komenton: "Është normale që individët të ndjejnë një humbje të thellë kur ideali i tyre i familjes së përsosur thyhet." Për Besin, kjo ndarje nuk është thjesht fundi i një marrëdhënie, por fundi i një ëndre për jetën familjare që ai e kishte imagjinuar. Ndikimi i kësaj gjendje emocionale është bërë i dukshëm edhe në karrierën e Besit. Projektet e tij të fundit janë pezulluar dhe thuhet se ai ka refuzuar disa role të rëndësishme në filma dhe shfaqje televizive. Kjo ka ngritur shqetësim në industrinë e argëtimit, ku Besi ka qenë gjithmonë një figurë qendrore dhe e dashur për publikun. Fansat të shumtë të aktorit kanë shprehur mbështetjen e tyre në rrjetet sociale, duke i dërguar mesazhe inkurajuese dhe duke i kujtuar atij se sa e rëndësishme është për ta. Hashtagu Forca Besi është bërë viral me mijëra ndjekës që ndajnë kujtime të momenteve të lumtura nga shfaqjet e filmat e Besit. Familja e Besit e shqetësuar për gjendjen e tij, thuhet se po bën çdo përpjekje për ta ndihmuar atë të kalojë këtë periudhë të vështirë. Çfarë mendimi keni ju për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.